thënë, fillimet e mia më kanë pasindikuar faktikisht, madje merja personale, dhe mendoja për shumë të njerëz nuk më njohin, çka kanë me mua, pse merren me mua, çka ju kanë bërë, domethënë atë po për punën time. Realisht nuk i kam pasindikuar kur, nuk i shkruaj kur komentet, mirë po, mi i çon. Kisha mikesha që mi dërgonin për shembull, dhe thonë shifre kanë thënë këtë për ty, ose më çonin në screenshotet të komenteve të ndryshme. Dhe kur mi çonë dhe i lexoja, normalisht që bësha keq, të mërzitesha, e merre personale. Dhe pastaj jam mora dorë. Jam munduar që mos t'i lejoj ti përbrendësoj. Ato që ato thonë, ti justifikoj, ti arsyeetoj që janë njerëz që kanë hallet e tyre, problemet e tyre, duke ditur se si funksionojnë rrjetet sociale. Është një vend, një platformë ku gjithë shfryjnë gjithë mënetet e tyre, shfryjnë traumat e tyre. Kështu që me këtë lloj logjike kam nesër. Kurse tani shkoj lexoj për shef, për galla tepër, madje shkrihem nga komentet. Ka pas komente për shembull kur janë marrë me mua, për shembull tipet më kanë komentuar diçka flashepetur, për shembull. Unë atë kam shpërndas sepse bëja galla, edhe pak për humor, të që çeshnin edhe followersat e mi, e kam shpërndar në story kur thonë që fytyr Po ja, ta marrë si kompliment, apo është që i keqe me pas fytyrën si petur? Në fakt, edhe të që kam shpërndatur në Instagram. Po? Është kompliment kur të thon faqe petur, thotë shlosa bukur i ke faqet si petur, ose te fëmijë, do t'i kaç faqet i si petur. Domethënë ky është kompliment, unë nuk do të them aty. Si ofendim. Po pra, pikërisht. Kështu që tani ja kam marrë dorën edhe nuk thjesht bëj gallatën edhe e shkrihem kur i lexoj komentet në fjalë. Thot Adelina është më duket art alternativ, thot që islamofobia thot është shumë e dukshme në rrjetet sociale, thot për një jetën e përditshme, njerëzit nuk e shfaqin, po ndoshta në rrjetet sociale, mbase nuk kanë emrin e tyre të vërtetë dhe ka gjënë dhe ata që me emër me mbiemër nuk e kanë problem, po e kanë më të lehtë për ata shfaqen, ndërkohë që në qoftë se ti në një ambient pune, njerëzit rezervohen se kanë frikën se ndoshta po i denoncon ose për shembull këtu në Itali e kanë shumë këtë frikën e të qenit të denoncuar, për shembull si diskriminues apo që dikush po hap për shembull diskriminim. Dhe në qoftë se dikush ankohet e kanë shumë problem këtë pjesën që domethënë do përballen ndoshta edhe ligjërisht. Ndërkohë që në Shqipëri ndoshta nuk e kanë këtë frikë, se kush po merret me këto, por që kjo është një fenomen që ekziston, nuk mund ta mohojmë, po as nuk mund të themi që nuk ekziston. Okej, mund të themi që mua si Ariol nuk më ka ndodhur, por ndodh. Nuk mund ta përjashtojmë, pra, pse ne jemi një rast i përveçëm dhe ta përjashtojmë të themi që nuk ndodh për asnjë nga vajzat, ndërkohë që siç e the ti, qoftë raporti, po qoftë mjafton të hedhësh syt vërdall dhe çfarë nuk lexon dhe çfarë nuk komentesh nuk merr, po që këto normalisht për ne që jemi të vetëdijshme, qoftë për rolin ton, qoftë për rolin e Shamit, qoftë për arsyet pse i kemi vënë, nuk na pengojnë fare, përkundrazi, siç e the ti, i përdorim edhe për batuta, edhe për të qeshur, edhe për të bërë kontent ndonjëherë, po që edhe për të mesazh, sepse kjo pjesë që ka thënë në jetën e përditshme, faktikisht mua më ka ndodhur, dhe kur e diskutojmë me shoqet dhe thonë po ne s'na ka ndodhur. Unë jam pyetje domethënë vetëm mua, si jam unë ajo një strece, shkoj pas këtyre gjëra, pse ndodhin vetëm mua e kështu. Dhe më ka rastisur që t'jem edhe me mikeshe, që realisht ju ka ndodhur, po thjesht nuk ishin të vetishme. Ose nuk janë dalë ta mendojnë, ose ta do shikojnë rastin që ju ka ndodhur, ja kam hapur dhe kam thënë moj, ai që sapo ai veprim që sapo të bëri ishte diskriminim, ishte islamofobi, kupton? Po ato nuk ishin të vetishme, thjesht i kalon gjërat, kupton? Dhe unë mendoj që ka të bëjë më shumë me vetëdijsimin. Jo si ndodhin natës, sepse nata shkon në diqimon dhe është mistrece, është kricamane dhe do të merret me këto gjëra. Po sepse nata ndoshta ka më shumë ndjeshmëri, empati, ku diun domethënë, dhe është më e predispozuar të vejre këto lloj rastësh. Në Shqipëri, si ndodh
ndodhe shpesh, domethënë se për ditë edhe kur kthehem sa herë që ndodhe në incident, për shembull kam qenë një herë në rast, isha në supermarket në radhë dhe një grua më kaloi radhë. Kupton, unë normalisht nuk e toleroj domethënë këtë punën e padrejtësisë se kam çik shumë theksuna. Është më tepër që këtu përfshi domethënë kjo puna radhës është diçka shumë strikte, kupton, edhe na ka edukuar këtu kjo puna e radhës dhe unë normalisht pastaj më fali se kam prisi isha në radhë. Kupton, ti nuk mund të më kalosh më ashtu. Ajo mu kthy dhe për pa pikën e turbit se që ke dhe me Shami, pa bërë. Tani se qa lidhje ka Shamia në këtë rast, se qa lidhje ka pa pikën e turbit, turp duhet vi ty që je të grua e moshuar, edhe me shumë njerëzillet mund ma kishe kërku radhë, dhe unë të ta jipja, normalisht dhe jipja së debatoja fare, ajo më ktheje dhe më prek në Shami. Dhe unë normalisht nuk e duroj dhe më thëmë kur bëtë fjakë në Shami, se mund të më prekësh, mund të thush faqe dhe donë, mund të thush faqe petu, por për vëmë ka Shamis nuk e toleroj. Dhe normalisht të kthehemi këtë përgjigje jo me tonin e saj, me ton pak më me mirësjellje, me njerëzillëk, dhe thjesht kërkoj drejtën tim, ose një herë domethënë në një situatë ndodhi edhe në aeroport në Tiranë. Madje unë isha me një shoqe besimtare të krishterë, dhe e din krishterët e kanë këtë nocionin e kthej faqes tjetër. Kupton, ajo përpiqet të qetësonte dhe që unë ta lije domethënë në rast se po unë shkoj deri në fund kur bëhet fjalë për çështje islamike. Dhe këto prapë u kapën ke Shamia, domethënë ishte një plak i vjetër komunist tipik domethënë shqiptar. Dhe edhe aty ishte punë radhë, domethënë ai e kaloi radhën time, dhe unë normalisht nuk e lëve, thashë po të ma kishe kërku me mirësjellje do ta kishe liguar për shkak do ta kisha dhënë radhën time për shkak moshës, këto respektit që kanë ndaj moshës, po jo të më, domethënë jo ta bësh sikur është drejta jote. Ton radha është drejta jote që ti të kalosh. Dhe kjo shoqë përpiqet më qetëson, dhe unë nuk qetësohesh, unë do ta u acarova pak faktikisht. E humba pak, mirë po u përpoqe domethënë që të jem po prapë domethënë puna e Shamis, edhe ai domethënë ka pas se jene dhe muslimane, ju muslimanet me Shamia, këtë është tipike shqiptarë që të sulmojnë në personale. Raste në Po, dyshim, po është kjo ideja që pse je me Shami dhe hajtë se mbajnë këto. Domethënë ti, pse je me Shami, mund të durosh, domethënë çdo lloj mënyre se si durosh. Duhet të durosh edhe kur të ofendojnë, duhet të durosh edhe kur të në përkëmbi, edhe kur të kalojnë radhën. Pra, ti vetëm pse je muslimane, pse je me Shami, duhet ti durosh këto gjëra, domethënë mos të flasësh, mos të përgjigjesh, i bie me madje as nuk të mendosh, dhe çdo i bie. Po, edhe një rast tjetër shkurtimisht, domethënë që mos japi shumë këtë pjesë, po thjesht për ilustrim. Domethënë isha në autobus dhe kisha vënë kufjet dhe po dëgjoj një audiobook këta, nuk e di çfarë po dëgjoj. Dhe nuk e kisha mendë fare, këtë përsëri kur jena të botën tënde. Dhe në krahun tim kishte qenë një zonjë që domethënë unë e mbaj me si siluetë realisht, ka shoqëruar gjatë gjithë rrugtimit, kupton. Mirë po thjesht nuk kam qenë prezente në atë si në botën time dhe kjo shpërtheu, domethënë. Ja këto me Shamia ngriti zërin, megjithatë ku si ktheu koka. Ja këto me Shamia s'kan turpe kështu, domethënë ajo pretendonte ajo nuk kishte qenë shtatzana, nuk se më mirë. Dhe kishte pretenduar që unë t'i liroja vendin, po mirë, por ajo kishte kuptuar se unë po injoroja. Këtu unë realisht as kisha vënë rethis, nuk isha aty, isha në botën time. Ajo kishte pretenduar që t'i liroja vendin, ndërkohë që me shumë mirësjellje mund të vetëm kishte kërkuar që të lutem, mund të lëmë, dhe unë normalisht isha shëtruar, kupton. Edhe aty u kundërpërgjigja sepse këto lloj raste sidomos ku përfshin dhe të tjerë, sepse aty ktheu kokën i gjithë autobusit, dhe normalisht dola unë keq, mos ja këto me Shamia, kupton. Dhe normalisht ja sqarova situatën, i thash zonjë, më vjen keq edhe sepse unë as kam vënë re fare, po tani që të pash, u çova deri te këmbë dhe ja lirova vetë, dhe ja sqarova. Kështu të raste, po ka plot të tilla. Ja me bindur, pastaj si shteve ti ndoshta ndonjëherë ne i marrim të mirëqëna, pra unë personalisht shumë komente i marr të mirëqëna sepse e pres, pra unë e di çfarë mentaliteti ka rrethi im, çfarë mentaliteti ka shoqëria në cilën jetojmë, dhe siç thua ti, o nuk i vë re, o nga që e di si mendojnë dhe e di që kur pres për shembull komente të tilla të ngjashme ka plot,
edhe sidomos për shembull për fëmijët në park më ndodhi një rast këtë verë dhe fëmijët ishin duke u zënë me njëri tjetrin, po siç janë duke lozur, duke u kacafytur, edhe kjo tani ishin dy dhonja aty dhe ja kjo nuk i ndan, edhe unë ju ktheva. Sonji tha, çfarë problemi ke? Ngeli, se nuk e mendoj, domethënë që unë do t'i përgjigjesha. Po kur vjen puna, domethënë që ndërhyjt në disa gjëra që nuk duhet pse, ua sa i shëlloj për njëri tjetrin. Thash unë të dhëm mbi ty. Domethënë, shikoni punën tuaj. Janë tëra që duhet t'i respektojnë kufijtë e tjetrit, s'ka rëndësi është me apo pashamje apo sido që t'jetë. Ti nuk mund t'i ndërhysh një nënë në prindërimin e saj. Ose nëse do t'i ndërhysh, bëhet tamam. Thoj zonjë, më fal. Më duket sikur po e teproj pak. Do t'i shohësh një ti. Domethënë mos merr kompetenca që nuk të takoj pa i njohur fare tjetrin. Sidomos njerëz që nuk je fare as njesh, nuk e afilloj konfidencialiteti, se mirë, nëse dikush ta thot në konfidencë apo në po themi në mirë nga e mira, pra niset nga e mira. Edhe këto do ta me mendjen e tyre nga e mira nisem, por që duhet të respektojnë kufijtë e tjetrit, kufijtë e prindërimit apo të dikujt tjetër. Edhe sidomos një herë unë e kam vuajtur shumë në verë me çunin e vogël, pasi shumë njerëz i flisnin rrugës, edhe ai nuk donte. I tash një po të kemi unë të njoh fare kush je ti, shiko punën tënde. Dhe i përgjigje italisht, dhe madje o zot lutesha inshallah nuk po thot në një fjalë të pisët sepse nga që i ka vëllezërit më të mëdhenj në park edhe kështu nuk e bënte dot dallimin ai nga fjalët e këqija dhe të mira dhe i thoshte dita fjalët barbara. Dhe më ka ndodhur 2-3 situata që pse dëgjonin që fliste italisht edhe vinin i afrohesh tash dhe unë kam niprit e mi që din që jetojnë në Itali ose kështu thoshte ai ç'më duhet mua. Ai 3 vjeç dhe domethënë nuk e kuptonte këtë pjesën që dikush po i cënon hapësirën e tij, dikush po i afrohet pa e njohur dhe po i kërkon llogari apo ku po shkon apo sa vjeç je. Thoshte kush je ti, unë nuk të njoh, nuk je miku im, pse më flet? Ose për shembull kur i thosh, mos kërkoj lodra mamit. Domethënë janë disa gjëra dhe më bëri shumë të reflektoj kjo ngjarje, që vetëm 1-3 vjeçar dhe kërkon që ti respektohet hapësira e tij personale, ndërkohë që ne jemi 30 plus dhe ndonjëherë ndoshta nuk e kemi këtë guximin që i vendosim kufijt. Në Muslimani Apikal ti sjell shumë shembuj, qoftë islamofobie, qoftë shembuj suksesi të vajzave dhe grave me shami, dhe ndër vite, goxha vite tashmë që Muslimani Apikal funksionon në mënyrë vullnetare, jam e bindur me shumë sakrificë, ti dhe kolegët e tua së bashku. Më trego pak si lindi Muslimani Apikal, sfidat dhe planet për të ardhmen. Tani Muslimania ka mbushur 10 vjeç, e kam themeluar kur para se të ishte i mirë. Kështu që mbaj mend nga që i mirë 10 vjeç edhe Muslimania 10 vjeç, të dyja bebushët e mia tani kanë 10 vjeç tani. Ka lindur si një nevojë dhe kushtoshmëri asaj kohe për të pasur një portal, një hapësirë të dedikuar për gratë muslimane. Kohët ka qenë shumë ndryshe atëherë, nuk ka pasur domethënë kaq dalje mediatike të grave, nuk ka pas kaq të fuqishme, nuk ka pas domethënë nuk ka qenë fare domethënë të dukshme në media dhe në rrjetet sociale. Gratë muslimane dhe normalisht as si promovoshin nismat e tyre, as si promovoshin si individ apo si profesionistë në fushën e tyre. Kështu që lindi si një dhe ne ankoheshim, unë me shoqet e kisha të mia ankoheshim gjithmonë për këtë fakt. Dhe vendosëm që, mi shpankohemi, po atëherë mi shpankohemi të bëjmë diçka, domethënë këtë aspekti. E kështu që me një grup prej 4-5 vajzash, edhe im shoqën ka ndihmuar goxha të sidomos me anën teknike, me përpilimin e portalit e web faqes, domethënë. E nisëm normalisht vullnetarisht domethënë.
si nisëm, ka qenë deri për disa vite, për një 5-6 vjet gati, ka qenë edhe web faqe, tashmë web faqe është mbytur dhe është vetëm portal rrjetet sociale. Ka pas sfidat e veta. Një ndër sfidat është mungesa e mbështetjes dhe përkrahjes nga vetë rrethimi, domethënë nga vetë gratë muslimane. Me shamin së bashami, domethënë. Jo për t'ja akuzuar, po se nuk do të që të merret të interpretohet si akuz, po thjesht ndoshta çështje ndërmirësimi, ndoshta nuk e kanë vlerësuar si duhet, ndoshta nuk e japin parëndsi, ndoshta thjesht nuk ndonjëherë nuk shkon ndërmend, kupton, nuk i jep diç, nuk shkon ndërmend ta mbështesës një nisëm, një gjë tonë. Ka pas edhe përpjekje dashakeqe për ta sabotuar, po vetë nga rrethi ymë, domethënë, se këtu në të thënë dua të jem kështu moralizuese, po dua që ti tregoj të planë. Domethënë, kjo është edhe gjë që përpiqem të bëj rrjetet e mia sociale, që tregoj anët pozitive të gjërave dhe anët negative, për t'i treguar sidomos rinisë, sidomos vajzave të reja që jeta nuk është fshehule, gjërat nuk janë fshehule. Sepse sot fal ose për fat keq, për shkak të këtij bumit të industrisë të veçvillimit që promovon këtë pozitivitetin toksik, domethënë që çdo gjë është fshehule, ti mund t'ja arrish, ti mund t'ja dalësh, ti mund t'ja bësh, domethënë gjitha këto mitet. Dua domethënë që të tregoj të dy aspektet, edhe anët negative dhe pozitive. Për shembull, në storyt e mia tregoj edhe refuzime, aplikime që marr. Po, e kam vërë. Po, që tregoj që suksesi ka dhe këta, ka dhe dështime, zonësa, ka dhe refuzime. Kështu që ka pasur përpjekje për ta sabotuar, edhe realisht na ka prishur për çfarë këto përpjekje dashakeqe. Dhe një nisëm që patëm ndërmarr në qetë kohës së Covidit ishte që të krijonin një fond, sepse shumë gra asë kohë mbetën pa punë. Normalisht dëshira ishte që të punësonin sa më shumë gra, duke ofruar domethënë që të mbështesnin portalin me përkthime, redaktime, me çfarë do të gjë që i jep i turësh atyre, dhe ne ti paguanim fa një fondi, domethënë GoFundMe, një mbledhje, si që të mbledhje fondesh, domethënë, arritëm të mbledhnin një shumë të saktuar. Mirë po këtu nisi dhe sabotimi, sepse këto dashakeqe të na akuzojnë se po vjedhin para, po abuzojnë me para, s'ka transparencë, etj. Pavarësisht se ne jemi përpjektur të që të tregojmë transparencë. Dhe bësh të fjalë domethënë për shumë qeçaraka, kupton, nuk bësh të fjalë për miliona apo ku di unë, po nëse nuk është më rëndësi kjo. Më rëndësi ishte që aq sa patëm mundësi, arritëm domethënë që të punësonin 2-3 veta, që t'ja jepnin edhe rrobën për atë kryqëzore. Normalisht nuk e vazhduam, sepse nuk e pam të arsyeshme që ta vazhdonim. Aktualisht kemi marrë pak më me Terezi. Shumica e vajzave janë të rrishur, normalisht sa prej punës se kanë lindur ose ku janë me angazhime, kanë goxha angazhime. Dhe aktualisht do të thonë thuajse pa mbaj vetëm, me shumë pak, shumë rradë, domethënë majsa ka mundësi, nuk e kam përparësi, muslimane aplikale nuk është përparësia ime, kështu që nëse gjeni një kohë të lirë, nëse kanë kohë, nëse kanë mundësi, përpiqem që ta mbaj thjesht për mos ta lënë, thjesht për mos ta mbyllur totalisht. Shumë mirë. Planet e përtardhme, sa i përket planeve e përtardhme, do të thonë për momentin do kisha dashur që të rikthehem asaj idesë, ndoshta një ditë të arrit ta realizoj, do të thonë atë idenë që të arrit të punësoj vajza muslimane, gra muslimane, që ofron një mundësi punësimi në fakt këtij portali, do të thonë se në një të ardhme afërt ose të largët të arrit të gjendë një fond të një mundësi financimi, do kisha dashur shumë domethënë që ta vazhdoja këtë projektin e punësimit të grave muslimane, sepse e di domethënë nevojën. Por për momentin është pak në pauzë, le të themi, sepse unë kam angazhimet e mia, do të jam duke bërë doktoraturën dhe punoj. Kështu që për momentin kemi marrë me Unë të uroj shumë suksese në këtë aspekt edhe uroj që ta realizosh edhe atë projektin që ti ke në kohë, për sa i përket muslimani afrikan. Në vitin 2023 Nada erdhe si autore më në fund me një libër të ëndit, Botim të Mirëfillt,
Në trego pak, nuk e di, e ke shkruar ti në turqisht apo është përkthyer më vonë në turqisht, po na trego pak më shumë se si ishte kjo eksperiencë si autore. Është pritur goxha mirë libri, unë kam vënë re që është mirë pritur goxha, qoftë nga rrethi yt, po edhe më gjerë. Sidomos edhe në Turqi kam vënë re që është mirë pritur goxha mirë. Është një libër me tregime dhe përjetime personale të Nadës. Na tregon shumë rreth eksperiencës si autore për herë të parë, sepse ke bërë shkrime pafund, po një libër, një botim të tillë jo. Plani ishte që unë ta botoja librin të mbushja 20 vjeç, që ende nuk i kam mbushur, ta themi, le ta sqarojmë këtë pjesë. Mirë po, të komentuar që do të thënë që ka këto fatkesi, jo Covidi, jo tërmetet, jo fatkesi ndryshme do të thënë që po ndodhen në kohët e fundit. Mendova që jemi sot si jemi nesër, atëherë unë do doja që të lija një gjurmë, të lija diçka, një sadaka xharie ndoshta, një shenjë, një gjurmë pasi unë mos të jem më. Sepse shkrimet e mia janë, do të thënë intervistat janë, po janë të shpërndame, kupto. Kështu që kur e nisa mbledhjen e shkrimeve, nisa në kohën e pandemisë, nisa ti mbledh gjitha shkrimet e mia, pastaj pash që shkrimet kishin natyrë të ndryshme. Atëherë vendosë, plus edhe faktit vura re, do të thënë edhe faqe muslimane pikale, po edhe portale të ndryshme. E vura re që kishte rënë interesimi për publicistik, për eseis, për ese. Kështu që njerëzit kishin filluar të jepeshin më shumë pas artit, sepse normalisht kemi kaluar të kohë të vështira, dhe në kohë të vështira njerëzit nuk kanë as nerva të lexojnë të gjëra të mëdha, kështu që doja që të ishte një produkt që të ishte dhe i lehtë, dhe i konsumuar shumë kollaj. Një libër që të lexohej edhe kur udhton, edhe në përpushime, të merrem me vete edhe kur janë në përpritje, në radhë, në raste të tilla. Domethënë jo libër që kërkon shumë impenjim. Kështu që vendosi që të mbledh vetëm tregimet e mia. Libri përbëhet nga 15 tregime fiction, pra jo reale, janë tregime, si në shqip, dhe 15 udhëpërshkrime, ku kam mbledhur udhëpërshkrime nga vende të ndryshme që kam udhëtuar. Heroinat kryesore të tregimeve janë gra, me historitë e tyre, me tregimet e tyre. Në një farë forme kam dashur të bëj, le të themi, një farë daveti tërthorasi, me kuptimin që të shpreh domethënë shumë gjëra, qoftë në lidhje me Zotin, me fenë, po pa unë kuptuar në mënyrë direkte, domethënë në mënyrë indirekte jam përpjekur ta bëj këtë gjë. Libri në turqisht, faktikisht janë mbledhur vetëm tregimet, trillime, nuk është i gjithë libri që është në shqip, kam mbledhur vetëm tregimet, trillime dhe i kam rishkruar në turqisht, normalisht me tingëllon kështu si. Fantazi tingëllon pak më mirë. Fantazi, okay, fantazi. Po, histori tregimet fantazi. I kam mbledhur të ky libri në turqisht, që kam rishkruar në turqisht, edhe pse turqishtja ime nuk është aq mjaftueshme sa të jetë në turqishtë letrare, mirë po redaktori ka bërë goxha punë, domethënë të jashtëzakonshme, goxha punë të mirë, por nuk është përkthim, do të thosë, sepse gjithë e keq kupton e mendoj se është përkthim. Realisht e kam rishkruar. Doja që ta theksoni pak të pjesën, sepse duke ditur që ti jeton prej vitesh tashmë në Turqi, edhe pse si thua ti ndoshta nuk është në atë nivelin akademik, letrar të shkrimit, përsëri mendimin e redaktorit dhe pritje madhështore që është bërë librit në Turqi nga rrethi yt, po dhe nga suportues, domethënë të tut, mua më është dukur se ka shkuar mirë. Ti je e kënaqur? Po unë jam e kënaqur sepse ka qenë tip konkursi, tip thirrje, domethënë aplikimi për autorët e rinj, sepse këtu në Turqi domethënë nuk është lehtë të publikosh, sepse është gjithë këtë Turqi, domethënë me gjithë këtë popullat dhe shumë e vështirë. Njerëzit paguajnë që të votojnë, jo më të paguajnë ty, po të paguajnë. Kështu që përfitova nga kjo thirrje, që ishte një thirrje mbështetëse për autorët e rinj. Aplikova, u pranova dhe gjithë buxhetin e këtij ka marrë përsipër ky institut, që është ky instituti, është një instituti Ministria e Shqip, Ministria e Jashtme, ky që jep bursat e Turqisë. Dhe aplikova, fitova,
më prit mirë, ndoshta sepse ka qenë edhe diçka ndryshe. Këto njerëzit kanë trushit, kanë edhe një farë ndoshta ose kështu domethënë prirje për të dëgjuar histori nga Shqipëria dhe nga Ballkani, sepse kemi një të kaluar të përbashkët, kupton. Dhe ndoshta për këtë arsye kam treguar interes, sepse i tërheq gjëra që kanë të lidhje me Ballkanin dhe me Shqipërinë. Turqi kanë shumë paragjykime, kanë goxha domethënë deri diku në rasizëm le themi, po kur bëhet fjalë për shqiptarë, që shqiptarët i duan. Në momentin që për shembull pyesin e hujeti, emigrantit e hujeti, dhe unë them jo, nuk kam ujin e shqiptare. Edhe sepse domethënë shqiptarët kanë qenë pjesë e perandorisë osmane, ka shumë shqiptarë këtu. Nuk konsiderohen si hujt, nuk konsiderohen si shtëpisë. Kështu që vogël. Nada, normalisht e përmend pak që domethënë rasizëm ka kudo dhe kur je huaj normalisht nuk është njësoj si në vendin tënd, po më fol pak ti si e ndjer gjithë këto 13 vite në Turqi. A e ndjer si në shtëpinë tënde apo gjithsesi mungon ajo pjesa, të mungon ajo pjesa e të qenit në shtëpi? Është normal që të mungon. Kudo që të shkosh të mungon ajo pjesa e qenit në shtëpi, ndoshta sepse ne na ka qelluar nga Ankaraja pak larg, se Ankaraja nuk është Istanbulli, plus duke qenë edhe vend institucional, këtu ka shumë është vend i ftohtë, nuk janë shumë mikpritëse, nuk janë shumë të ngrohtë, kupton, sepse kryeqyteti, në çdo kryeqytet është kaos, kupton, edhe njerëzit vrapojnë, kanë angazhime të tyre, nuk janë aq të dashur apo të ngrohtë sikurse vendet më periferike. Duke qenë edhe vend institucional ka dhe goxha, nuk e them vetëm unë, thot kushdo që ka ardhur dhe ka vizituar Ankaran e ndjek të punën e racizmit dhe islamofobisë, ka shumë me islamofobi në institucione, unë kam edhe raste kanë treguar edhe në intervista tjera, kam edhe raste konkrete të islamofobisë, por nuk dua të ndalem te kjo pjesë se ndoshta u bë shumë të thash dash edhe raste për Shqipërinë, që nuk do ta bëj ta kthej në një live demoralizues, po ka raste, ka pas raste, mua ka ndodhur. Nuk jam djersisht të bëjmë të drejtën, kemi pësuar shok kulturor në momentin kur kemi ardhur, sado që jam përpjekur, sado që kam dhënë maksimumin për ta gjetur veten, për tu afirmuar, për tu integruar etj, prapë tushë në fund të shkojnë si thuaj. Plus edhe probleme me burokratike, jo me sojournat, me këto ligjshëndrimi, me këto domethënë problemet. Sidomos Turqia ka qenë tronditur disa herë me disa fatkeqësi, me jo bombat, një dy bomba që kanë ndodhur, sulme terroriste që kanë ndodhur në Ankara, jo kryeqyteti dhe kanë goxha domethënë kështu rrugën se kjo pjesë se sa ndoshta në qytete të tjera që janë ndoshta edhe më të hapur dhe më turistik, kanë edhe më të themi llojshmëri dhe ndoshta janë më të hapur, më mikpritët për sa i përket kësaj pjese, duke qenë se për shembull Stambolli nuk është më një qytet i Turqisë, është qytet i gjithë botës, pasi vazhdimisht është në pritje të turmave të turistëve dhe atyre ndoshta nuk i bën përshtypje fare se nga jetë dhe nga vjen edhe ndoshta është pak kjo pjesa e paragjykimeve, stereotipeve, që të huajve e kështu me radhë.